Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshir, shpejt mëshirë plotëtet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës dija dhe ignoranca. Dija është dritë. Ajo është hapja e syve të shpirtit dhe zgjimi i njeriut nga errësira e hutimit. Allahu i Madhërisht e ka bërë dijen themel të ekzistencës njerëzore, shkak të zbritjes së popujve dhe shkëlqimit të zemrave. Ndërsa ignoranca është terr i rënd që mbulon zemrat, i largon njerëzit nga e vërteta dhe i bën peng i pasioneve dhe gabimeve. Në historinë e njerëzimit, përplasja midis dijes dhe ignorancës ka qenë betejë gjithmonë e përhershme. Betejë e njeriut që kërkon të ngjitet drejt dritës kundrejt forcave që tërheqin atë poshtë. Që në fillim të shpalljes, Kurani i Shenjtë e vendosi zemrën e Islamit te dija. Nuk është rastësi që fjala e parë që i zbriti profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ana Allahu xhaleshanhu ishte Iqra, pra lexo. Një urdhër hynor që i drejtohet çdo brezi dhe çdo njeriu. Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Ky urdhër e vendos dijen si poshtë të bukurisë së njeriut dhe rrugë për të kuptuar vetveten dhe gjithësinë që ka krijuar Allahu. Pa dije, njeriu nuk di as misionin e tij se përse është krijuar, nuk njeh as Zotin e tij dhe as drejtimin e tij. Për këtë arsye, profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Dija nuk është thjesht grumbullim informacioni në trurin tonë, por është ndriçim i brendshëm që jep kuptim jetës së njeriut. Dhe për këtë Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, e përshkroi këtë ndjesi më bukur se kushdo teksa thot: dija është më e vlefshme se pasuria, sepse dija ta ruan ty, ndërsa pasuria e ruan tjetër. Dhe këto fjalë qëndron një mençuri e ardhur nga prisi besimtarëve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, teksa thuhet se dija është burimi që ndriçon zemrat e njeriut dhe na ruan ne si person. Pasuria humbet, venitet, vidhet dhe humbet, ndërsa dija mbetet tek njeriu kudo dhe në çdo vend qoftë ai. Njeriu i ditur është si një qeri që ndriçon veten të tjerat, ndërsa njeriu i paditur është si një dhomë e mbyllur, pa dritë dhe pa ajër. Kurani e vlerëson dijen në mënyrë të jashtëzakonshme dhe i nderon ata që ai zotërojnë ata. Teksa Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu i ngre ata që besuan dhe ata që u është dhënë dija në shkallë të lartë. Ky është një nder hynor që nuk u jepet as mbretërve, as pasanikëve, por i jepet ky nder hynor për dietarët nga ana Allahu xhaleshanhu. Aq madhështore është vlera e dijes, sa profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: boja e dietarëve është më e vlefshme se gjaku i dëshmorëve. Ehli Beyti e shpjeguan dijen jo vetëm si nivel mendjeje, por si pastrim zemrës së njeriut. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: dija është dritë që Allahu e vendos në zemrën e atij që dëshiron. Pra, dija, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është vetëm mësim për njeriu, por është një dhuratë që vendoset në zemrën e sinqertë dhe atë të devotshme nga ana e Allahut xhaleshanhu. Njeriu që ndjek epshet dhe mëkatet e humbet këtë dritë dhe këtë frymëzim nga ana e Allahut xhaleshanhu. Edhe nëse ka lexuar shumë, përsëri ai është i humbur. Ndaj, dietarët thonë, dija është banore e zemrës së pastër. Ka një person
do të ketë zemrën e pastër, do të jetë i sinqert, do të jetë i devotshëm dhe të kërkojë dijen në çdo hap të jetës së tij dhe ta ndriçojë jetën e tij me dijen e ardhur nga Allahu xhaleshanhu. Nga ana tjetër, kemi ignorancën, që është burimi i çdo padrejtësie. Sa herë Kurani flet për degenerimin moral, për arrogancën dhe mohimin e së vërtetës, ai e përshkruan shkakun, teksa thon, ata nuk dinë, thot Allahu në Kuranin e Shenjtë. Pra njerëzit e ignorancës nuk arrin të shohin bukurinë e moralit dhe madhështinë e së vërtetës. Për këtë arsye, profeti i dashur, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë, ignoranca është rënja e çdo të keqeje. Ajo është si dritare e mbyllur ndaj qiellit të katër. Pa dije, zemra e rrëstohet, forcohet dhe bëhet e prirur ndaj fanatizmit dhe gabimeve të shpeshta. Argumentet shkencore moderne e vërtetojnë fuqinë transformuese të dijes në trupin e njeriut. Neuroshkenca tregon se truri i njeriut ka aftësinë të formojë lidhje të reja sa herë që mëson diçka të re, dhe ky fenomen quhet neuroplasticiteti. Sa më shumë një njeri mëson, aq më shumë i zhvillohet truri i tij, rritet logjika, kujtesa dhe aftësia për të marrë vendime të drejta. Studimet tregojnë gjithashtu se leximi i rregullt dhe mësimi i vazhdueshëm ulin nivelin e stresit të njeriut, forcojnë inteligjencën emocionale dhe e bën njeriun më të ekuilibruar. Ndërsa ignoranca fatkeqësisht sjell pasoja të rënda si në jetën individuale, ashtu dhe në atë shoqërore. Sociologjia tregon se shoqëritë me nivel të ulët të edukimit kanë më shumë dhunë, korrupsion dhe varfëri në to. Njeriu i pa informuar bie lehtësisht pre e manipulimeve dhe humbet aftësinë për të menduar në mënyrë të pavarur. Pikërisht për këtë, Kurani i Shenjtë përmend se periudha e ignorancës ose xahilietit në kohën e profetit ishte periudha e rrësirës para se të vinte dërgesa nga ana Allahu xhaleshanhu. Ishte periudha e padrejtësive dhe në momentin që Allahu zbret fenë e fundit, fenë e pastër islamit e profetit i fundit, Islami erdhi për të shkatëruar këtë errësirë dhe për ta kthyer atë në drejt. Allahu thot, thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Dhe ky ajet nuk është thjesht një pyetje, por është një deklaratë e ardhur nga ana Allahu xhaleshanhu se dija dhe ignoranca nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë të barabarta. Imam Aliu e shpjegon realitetin njerëzor me fjalë të arta teksa thot, njeriu jeton sa kohë ka dije. E nëse ignoranca e mbulon atë, ai është i vdekur edhe pse ecën mbi sipërfaqe toksore. Pra njeriu pa dije është si trupi pa shpirt. Nuk orienton dot veten e tij, nuk ndërton dot vlera dhe nuk arrin dot në një marrëdhënie të shëndosh në shoqërinë e tij. Dija në fenë e pastër islame nuk kufizohet vetëm në dijen atë fetare. Ajo përfshin dijen e universit, dijen shkencore, dijen e jetës dhe dijen e moralit të lartë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kërkojeni dijen edhe po të jetë në kin. Pra kina në atë kohë ishte simboli i dijes tokësore dhe shkencore, ju tregues se Islami nxit kërkimin e çdo diturie të dobishme për njeriu. Dituria i jep bukuri dhe përulësi jetës njerëzore. Njeriu i ditur, sa më shumë mëson, aq më shumë e kupton pafundësinë e universit dhe madhështinë e krijuesit të tij. Ndërsa ignoranti bëhet arrogant, duke menduar se di gjithçka dhe se nuk ka nevojë më të studiojë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, na thot për këtë situatë, mjafton ignorancë që njeriu të mendojë se di gjithçka. Pra në rrugën e jetës, dija është busulla që orienton njeriu drejt moralit, drejt së bukurës, drejt drejtësisë dhe lumturisë së tij të përhershme. Ignoranca e hedh njeriu në huner, ku gabimet shtohen dhe pendimet rëndojnë zemrën e njeriut. Për këtë, Allahu i madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë, o Zoti im, shtona dijen. Kjo është lutja që Allahu ja mësoi vetë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke treguar se dija është udhëtimi jon i përhershëm. Dhe në fund të emisionit për ditën e sotme, do doja t'ju thoja se dija është pasuria më e madhe që njeriu mund të zotrojë në veten e tij. Mund të lodhe pas tij një thesar të madh nga ajo që ka mësuar, sepse njeriu i ditur është si një burim uji në shkretë të tjerë.
kush afrohet para ti, gjen jetë. Dhe errësira, ignoranca është zjarr që djeg, shkatron dhe arson jetën e njeriut. Qofshim për atyre të cilët qëndrojmë në rrugën e Allahut xhaleshanhu të mësojmë sa më shumë nga kjo fe, se është një burim i madh dije, është një burim i madh udhëzimesh për njeriu dhe qofshim në këtë rrugë të palakuptor. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, si përshëndesim përshëndetje e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.